الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. يا الله يا المعبود يا رب الأرباب، يا الواحد اللي كلنا نستخيره، يا غافر للعبد ذنبه لا تاب، يا مقسم الأرزاق محد خشيره، يا محدد الأجال كل له كتاب، يا خالق الإنسان بيدك مصيره، يا رب ترحم من سجد لك بمحراب، يدعيك للي طايح في سريره، قالوا جروحه ما تداويها الأطباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na ka bën pjesëmarrës të këtij dini. Falemndrojmë gjithashtu Allahun Subhanahu wa Taala, i cili na ka pasuru pasi që na ka zbrit fjalën e tij të ndershme dhe na i ka lehtësuar që ta kuptojmë atë. Gjithashtu falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregoi çka ka ndodhur dhe çka do të ndodhe deri në ditën e gjykimit. Ne edhe më tej vazhdojmë të flasim mbi shenjat e vogla të kiametit, të cilat kanë ndodhur dhe nuk përsëriten më. Dhe ndesin e kaluam folëm për një shenjë prej shenja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokun dhe dhondrin e tij Uthman ibn Affanin e njoftoi dhe e paralajmëroi se do të shkonte Allahu Azza wa Jall si shahid, pasi që do të sprovohet disa ditë. Dhe thamë se ndodhi në qatë mënyrë si që paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affanin me padrejtësi e pushtuan munafikët hipokritët Medinën, e ju izoluan Uthman ibn Affanin shtëpinë e atij 20 ditë. Nuk e lan Uthman ibn Affanin që ta lag fitin e atij me ujin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat përgëzu me xhennet për shkak blerjes së pusit të Romës në Medinë. Për këtë arsye Uthman ibn Affani u dol përpara munafikëve dhe u tha: a nuk jam unë ai i cili kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë nuk ish ujë për ta lagë fitin e tij? Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a i cili e blen këtë bunar do ta ketë një pos në xhennetin e Allahut. A nuk jam unë ai i cili
e blejta me pasurin timet halal, e ju i sot më pengoni që të pi prej këti pusi. A nuk jam una i cili e blejta një pjesë të tokës në dit kur u desh mu zgjeru xhamia e pejgamberit Allah, e ju sot më pengoni që ti baj dire qatë në xhamin e pejgamberit Allah. Transmeton Naile, bashkëshortja e Othman ibn Affanit, tha ditën e 39, tha nuk lejuan as ushqim, as ujë të hinë shtëpin e khalifës, shtëpin e prisit muslimanve, Othman ibn Affanit. Shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju shkromon të zemra pse s'kan mundësi që ta mbrojnë Othman ibn Affanin, nga se patën ra mes fjalës së Othmanit, ai i cili më konsideron si e mirë rrin shtëpinë e tij, dhe ai i cili më pranon dhe më ka dhonë besatimin si prisi muslimanve që ndron shtëpinë e tij, nga se mes me dhe pejgamberit Allah është pëshpërit dhe është bon në bisedë që pejgamberi Allah ditri dit para se me ndru jetë më tha në ovesh, ja Othman, tha ku dvin kur tentojnë dik munafikët për ta gjvesh petkun që Allahu azza wa jall ta ka vesh, ja Othman, ban sabër, tha, dhe mos e hek. Tha për ata, urdhin e pejgamberit Allah du me qunë vend, se moti Othman ibn Affani këtë post apo këtë pekt e kish në gjvesh. Transmeton, thot Naile, Othman ibn Affani ishte agjerush. Ditën e 39, pasi që e izoluan Othman ibn Affani, kërkuam që të na bin uj, na prunën fliqësira që të ban iftar Othman ibn Affani. That her dul Naile, bashkëshortja Othman ibn Affanit, natën e 18 të Dhulhijhes, vitit 35, tha dolën të ras nal, shtëpi pas shtëpije, tha rrita derit një pik uj, që bi Othman ibn Affanit, që të ban iftar. Tha kur arrita në shtëpi, tha e gjeta Othman ibn Affanin se e kishte zonë gjumi. Sa e zgjova Othman ibn Affanin, thash të kam pru ujtë freskët që të bash iftar. Thash i qoj Othman ibn Affani për dritare, tha pas ka hi vakti sabahut, tha une jam agjerush, dhe inshallah tha sot do të bëj iftar të Allahu azza wa jall, do të bëj iftar me pejgamberin Allah, me ato që i kanë qenë ma mirë se ne. Dhe vërtet, me datën 18 të Dhulhijhes, vitit 35, hin hipokritën shtëpin e Othman ibn Affanit, e Othman ibn Affani lexon te Kur'an. Tenton bashkëshortja e tij e Othman ibn Affanit, Naile, që të mbron Othman ibn Affanin. Mirë pa ato, ja presin gishtët Nailes dhe mbysin Othman ibn Affanin duke lexuar Kur'an. Në këtë ditë vdiq Othman ibn Affani, shkoj te Allahu azza wa jall shahid në qytetin më të dashur të pejgamberit Allah,
në qytetin e shenjtë, në muajin e shenjtë, në vendin e shenjtë, shkon Uthman ibn Affani si shahid te Allahu Azza wa Jall. Muavi ibn Abi Sufjani, që ishte kujdestar dhe pris i Shamit, e dërgon një letër deri te motra e tij, Umu Habib, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kërkon që petkat e përgjakurat e Uthman ibn Affanit t'i dërgohen Muavijas në Sham. Umu Habibe bintu Abi Sufjan e dërgon Numan ibn Bashirin dhe ja dërgon gishtet e Nailes, bashkëshortës e Uthmanit në Sham. Tha kur barrit Numan ibn Bashir në Sham dhe tregon për muslimanve petkat e Uthmanit të përgjakura bashkë me gishtat e Nailes, Muavija radiallahu an i var petkat të mimberi i xhamijes në Sham. Vin muslimant e shiqojnë dhe kur e shofin 60.000 pleq ja nisin me qaj dhe ja japin besën Allahut Azza wa Jall, se ja ne, ja to që e kanë mbytën Uthman ibn Affanin, prisin e muslimanve me padrejtësi, pa u bë asgjë. Muavija radiallahu an kërkon që mbytësit e Uthmanit të dorëzohen dhe ta morin vendimin e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa në Medinë çrregullim, pikëllim, mërzi është poshtu qyteti pejgamberit Allah nga munafikët të cilët tentojnë të bëjnë çrregullime. Ku i vin lajmi se Muavija ibn Sufjan përgatit një ushtri të madhe të drejtuar drejt Medinës, që me mor hakin e Uthman ibn Affanit dhe me nxerr gjakun e Uthman ibn Affanit, qatë manirë që i ka porosit Allahu Azza wa Jall. Vin munafikët të Ali ibn Abi Talib dhe thojnë ti të bësh pris i muslimanve khalife, nga se përshpëritin dhe bisedojnë, nëse ne kthemu në këtë gjengjen shtëpit tonë, kthemu egjiptiant në Egjipt, kthemu të Kufës në Kufë dhe të Basrës në Basra, ta ka mundësi që muslimant të bashkohen fuqit me Muavijen dhe neve të na gjejnë dhe të na mbysin të gjithëve. Gjithashtu, nëse vënohet çështja dhe ushtria e Muavijes arrin në Medinë, vaj halli për neve. S'kemi mundësi që të qëndrojmë kundra atine, për këtë arsye kjo punë duhet të nxitohet. Sa më shpejt që të zgjedhet khalifja e muslimanve, e pastaj ne të mshefëmin mesin e ushtrisë asaj khalif. Vinte Ali ibn Abi Talib, kërkojnë që të pranon khalife. Ali radiallahu an refuzon që të pranon, nga se thot kjo çështje nuk ju takon ju. Kjo çështje u takon muslimanve dhe ato e zgjedhin atë që dojnë dhe atë që meriton. Pastaj konsultohet Ali ibn Abi Talib me sahabët shokët e pejgamberit Allah që gjishin në Medinë. Kaloi e para ditë, Ali ibn Abi Talib nuk pranon. Kaloi dhe dita ditë, ndërsa munafikët thojnë, nëse 3 ditë nuk pajton që të zgjedhet khalifja,
do t'i mbysmi gjithë sahabët në Medinë, do t'ma dermi gjakun në Medinë dhe do t'bëjmë çrregullime në qytetin e pejgamberit Allah. Mbledhën sahabët të Ali ibn Abi Talib dhe i thoj: ja Ali, nëse nuk pranon ti që ta pengojsh edhe më tej të derdhët gjaku i muslimanve, do të kesh përgjegjësi për Allahut Azza wa Jall, pse s'ke mor hapa me pengu që derdhët gjaku i pafajshën Medinë. Me presion të madh nga shokët e pejgamberit Allah, pa përjashtu askend, pranon Ali ibn Abi Talib ta pranon khilafetin. Dhe ditën e Gjuma, Ali ibn Abi Talib, muslimanët shokët e pejgamberit Allah, ja japin besatimin Ali ibn Abi Talib në xhami pas namazit të Gjumas si khalife muslimanve. Në tek morin pjesë dhe Zubair ibn Awami dhe Talha ibn Ubaidillah, edhe pse shumë rivajete flitet dhe njollosen këto figurat të ndershme. Për këtë arsye ulemat e Ahli Sunnetit kanë ndalu dhe kanë pengu që të flitet në këtë tematik vetëm në rast se don që ta sqaroj të vërtetën dhe të manjënosh atë të cilën jo është vesh shokëve të pejgamberit Allahut, kinse ata kanë luftu dhe ka der gjak për të arrit një post, kinse ata janë ato që kanë organizu mbyqen Othman ibn Affanit. Pra shumë libra që gjendet në trevat tona dhe në botën arabë, shumë libra janë të shkruara në këtë tematik dhe për këtë gjenerat të artë dhe në ta rivajete transmetime për plot të rrejshme. Për këtë arsye do të përpiqemi në pikë të shkurta, në pika të shkurta që ta shënojmë atë të cilën është e vërtet, duke u bazu në rivajetet të vërtet. Për këtë arsye Ali ibn Abi Talib pranon khilafetin pasi që imponohet që ta pranon dhe ta ruan derdhjen e gjakut të muslimanëve. Edhe pse Ali ibn Abi Talib pohonte dhe dinte se në atë kohë në Medinë muslimanët janë të dopë, si mos me qenë të dopë. Kur parashtrohen pyetja Ali ibn Abi Talib, e pyetën dhe i than: ja Ali, pse se mbrojtët Othman ibn Affanin atë ditë kur e izolun munafikat? Çka u përgjigj Ali ibn Abi Talib? Tha: vallah, ishmi të izolum të gjithë, si që ishte edhe Othman ibn Affani izolum. Ishmi pra të gjithë të paaf në atë mënirë si që ishte dhe Othman ibn Affani. E dita nga se Othman ibn Affani thonë të ai që më pranon si khalife dhe ma ka hatrin dhe din se obligim ka për me më dëgju, tha nuk ja lejoj edhe ja baj haram që të mbron Othman ibn Affanin. Ana e dishmi dhe me Kur'an që Allah na pa të bo haram që të them urdhit prisit apo khalifës to. Ali ibn Abi Talib pranon që të bëhet khalife. Muavi ibn Abi Sufjani thot, Muavi ibn Sufjani në shumë rivajete transmetime që i përshkruat se Muavija ka desh mu bon khalife, që nuk është e vërtet. Muavi ibn Sufjani thonte: së pari e shoftarsishme që ti mormi në dort në dorëzot mbytësit e Othmanit, që ti mbysmi ato, ta zbresmi vendimin e Allahut mbi to, pastaj ne e zgjedhmi atë që është më meritor të jetë khalif. Edhe pse s'jam kundër asesi, kundër Ali ibn Abi Talib të jem,
si të jem kundra ati, kurse Omer ibn al-Khattabi kalon vasijet 6, njani prej atinve apo prej të parve në list ka qenë Ali ibn Abi Talib. Si të jem kundra Ali ibn Abi Talib, kurse a i dhondri pejgamberit Allah. Si të jem kundra Ali ibn Abi Talib, gjali Axhës pejgamberit Allah. Si ka mundësi me qenë kundra Ali ibn Abi Talib, ai që u rrit në shtëpinë e pejgamberit Allah. Si të jem kundra Ali ibn Abi Talib, ai cili e dha vetën e tij, flijoi vetën e tij, flet në shtratin e pejgamberit Allah, atë ditë kur pejgamberi Allahut bën hijret. Si me qenë kundra Ali ibn Abi Talib, kurse pejgamberi Allahut tha, nesër ka me ja dhon udhëheqjen njani që e don Allah dhe e don pejgamberin Allah, dhe Allah dhe pejgamberi Allahut e don ata. Tha krejt patëm dëshirë mu kanë njani prej atinve. Erdh Ali ibn Abi Talib dhe ja dha pejgamberi Allahut komandën dhe udhëheqjen. Ali ibn Abi Talib, si mu qenë kundra Ali ibn Abi Talib, kur pejgamberi Allahut vetëm luftën e Tebukut nuk mor pjesë Ali ibn Abi Talib, dhe ja nisi me qajt Ali ibn Abi Talib. Tha ja Rasulallah, po shkon me burrat në Tebuk, po mlen me gratë dhe fëmijët mu në Medinë. Dhe shkoj Ali ibn Abi Talib, unë bështet për muri po qanë. Çka i tha pejgamberi Allahut? Tha ja Ali, mos u brengos dhe mos e morzit, se pozita jote të unë ashtë si pozita e Harunit të Musait, vetëm se pas meje s'ka pejgamber. Prej atë ditë emërtuan Ali ibn Abi Talib baba i dheut, nga se u përli me dhe pejgamberi Allahut e fshinte Ali ibn Abi Talib dhe i thonte, pozita jote ashte unë si pozita e Harunit të Musait, vetëm se pas meje s'ka pejgamber, e Haruni ka qenë pejgamber. Mirë, Muawiya ibn Abi Sufjan kërkon të që mbytësit e Othmanit së pari ato të dërzohen, e pastaj ne s'ka problem e zgjedhmi khalifën. Cili ishte mendimi Ali ibn Abi Talib, i cili mendim ishte më i qëllum për disa arsye dhe disa argumente që do t'i cekmi më vonë. Mendimi Ali ibn Abi Talib ishte se një sen që kërkohet nuk ashtë në aftësin dhe mundësin të o, si me i dorëzu mbicit e Othmanit, kurse ato parasive to në i mitën Othman ibn Affan. Sfar fuqie ne posedoj, që ato mi dorëzu dhe me i mbyt, kurse ato në i mitën khalifën dhe s'patëm mundësi ne me ju kundërvi. Po cili është mendimi jo t'ja Ali? Mendimi im është ta së pari të qetësohen çështjet, të pushojnë fitnet, të fuqizohet shteti, e pastaj të kërkohen mbytësit e Othmanit dhe të qëndrojnë pranë gjykatës islame dhe të morin dënimin e merituar. Aisha radiallahu anha, bashkëshorta e pejgamberit Allah, në këtë kohë ishte në Mekke, bashk me Hafsën, bashkëshortën e pejgamberit Allah. U nisën për me arë prej Mekke, në gjithë të rrugës, ju arë lajmi se Othman ibn Affani është mbyt. O këthi Aisha radiallahu ta'ala anha, bashk me Hafsën dhe bashkëshortët e pejgamberit Allah, hinën në Mekke të pikëlluar, të mërzitur për ndodhin që ndodhi në Medine. Edhe në atë kohë, kur hini Aisha radiallahu ta'ala anha, dul Abdullah ibn Amir el-Hadrami, prisi Mekkës dhe i tha ja Aisha çka të kthej. Tha pse u ktheve prap? Tha u ktheva nga se prisi muslimanve, ndorën e munafikve, ndorën e telashejive, ashtë mbyt edhe ne, këtë gjak të ndërshëm duat
që me mbrojt dhe mos mi dhon arsye çdo kujt që i kujtohet me akuzu prisin e muslimanëve me akuzat e padrejta dhe me ja dar gjakin prisve të muslimanëve. Aisha radiallahu ta'ala anha hinin Mekke, shkoj në Qabe, qëndroj të guri zi dhe majti një fjalim, i nxiti muslimant e Mekkas që të bashkohen, të pregaditen për me nxerr gjakun Uthman ibn Affanit, apo me fjalë tjera, mbytësët e Uthman ibn Affanit me i morën me qëndru pranë gjikatës islam. Kjo kur ndodh, pasi që o mbyt Uthman ibn Affani me njerë, ma e men këta mirë, se janë disa tiragji që i kanë shkujt libra dhe akuzojnë Zubair ibn Avamin, bashkëshortin e Esmas, dhëndrin e Ebu Bekrit radiallahu an, për të cilin tha pejgamberi Allah, çdo pejgamber ka pas ndihmues, ndihmuesi ju është Zubair ibn Avam. Trim që nuk ka pas hini si Zubair ibn Avam, akuzojnë disa dhe i thojnë, ai që ja mor mend, ai që e mashtroi Aishën, me dal në Basra është Zubair ibn Avam. Zubair ibn Avami është ende në Medinë. Talha ibn Ubaidillah ende në Medinë. Zubair ibn Avami edhe Talha ibn Ubaidillah ja dhan besatimin Aliut radiallahu an, edhe pse edhe ato e shifshin se do e mos duhet që mbitësit e Uthmanit me i mbyt dhe mos mu leju që çdo herë kush don me na i mbytën prisat e musliman. Për këtë arsye shkoi Zubair ibn Avami dhe Talha ibn Ubaidillah në mejlisin e Ali ibn Abi Talib dhe i than, o prisi muslimanëve, mbytësit e Uthmanit çka me bo me to? Çka i tha Ali ibn Abi Talib? Tha, ja Talha dhe ja Zubair, tha vallahi nuk posedojmë fuqinë që ato me i qitë në gjikat dhe tash me i gjiku. Çka tha Zubairi dhe çka tha Talha ibn Ubaidillah? Tha Zubairi radiallahu ta'ala an, tha, ja Ali, tha më lejo që shkoj në Kuf. Tha unë e kam respekt dhe nder në Kuf. Ta pregaditi një ushtri dhe i tha Talha, unë e të shkoj në Basra. Ta pregaditi një ushtri dhe dëvim pranë Medinës, edhe ti mbysmi ato që na i mbytën priset e musliman. Shka tha Ali ibn Abi Talib? Tha, shkoni shtëpit e juaja, më lejoni të mendon. Më lejoni të mendon. U mendu Ali ibn Abi Talib dhe u frik, se ndoshta mrap në venin e shenjë, qitetin e Medinës po të erdhe gjak. Edhe në atë për këtë arsye, tha Ali ibn Abi Talib, tha ende nuk ka shkoa që ne me mor gjakun e Uthmanit, nga se fitnë e gjitë kanë bo fitnë e gjdo vend, dhe ato janë mesin e safave që nuk dalon për njërë. Ta për këtë arsye kanë frikë, se ku të vini ju me ushtri hinin Medine, e atere për skajt drunit thot, edhe gjegët i njo. U banën 4 muj, Zubair ibn Avami, Talha ibn Ubaidillah vin të Aliu radiallahu an dhe i thoi, ja Ali, na lejo me shkun Mekke numra. Dhe Ali ibn Abi Talib e dinte pse shkojnë këto atje. Tha shkoni. Tha shkoni. Shkoj Zubair ibn Avam, Talha ibn Ubaidillah numër. E kri numrën, pasi që e kri numrën, u mbledhen bashk me nanat e musliman, mesin e të cilëve ishte dhe Aisha dhe Hafsa radiallahu anhuma. Pa i përmeni këto emna për çka se kanë të bojnë për nërmëri. Edhe u konsultun prisi Jemenit
që e pa të saktuan Othmani erë me kënumër. Dhe ju bashkan gjithë dhe tha, posedoj pasuri që me pragadit një ushtri, që gjithqish, që mbytësit e Othmanit të morin vendimin e Allahut të merituar. U konsultuan dhe than, atëre masi ta pregadit me ushtrin, po shkojmë për Medinë. Mirë po këtë mendim e kundërshtuan disa që ishin prezent dhe than, se kena frikë si në qitetin e pejgamberit Allah, në qitetin e shenjtë, derë dhe gjaku që pejgamberi Allah te ka bo qenjë. Tha njani, po shkojmë për Sham, po forcomu, po pregadit mu, dhe Filips mi mbytësat e Othmanit, që dalin me Gdanë si ka qenë në atë ko luft, dini filan venin dhe na dal. Kush janë ma të fuqishëm ma trima, që ato nga dhënjejnë dhe e fitoj luft. Thanë s'kena nevoj me shku në Sham, nga se Muavija është në Sham, dhe njëjtën kërkes e ka Muavi. Kështu që nuk ka që nevojshme me shku në Sham. Po valë ku të shkojmë? Tha do të shkojmë Basra. Basra është një qitet prej qiteteve të Irak. U pregaditën me shku, në mesin e të cilve ishte Aisha radiallahu ta'ala anha, tha të shkojmë t'i pregadit mi musliman, që të pajtohen musliman, dhe mos të lejojmë që gjaku i të pafajshmeve të derë. Pra Aisha, Zubair ibn Awam, Talhat ibn Ubejdillah, dulën prej Mekke për në Basra, jo mu mit me musliman, jo me derë gjak, po me rujt derdhjen e gjaku të pafajsh. Hafsa, deshti dhe jo munis, Abdullah ibn Omeri tha, jo, s'ka munis. Abdullah ibn Omeri ishte vllau i Hafs. Aisha, radiallahu ta'ala anha, shkoj me mahram. Ka ne kishte Aisha mahram. Aisha radiallahu ta'ala anha e ka pas një njeri mahram, që Aisha nuk ka pas mi, po shpeshen hadithe e mërtohet, transmeton Aisha nana e Abdullah. Nana e Abdullah. Kusha ki Abdullah? Kja është Abdullah i biri Zubair. Qka e ka pas Aisha Abdullah të biri Zubairit? E ka pas gjallë motrë. Pra Aisha ishte tezja Abdullah ibn Zubair. Aisha radiallahu ta'ala anha ishte tezja e Abdullah ibn Zubairit, arrit në prenin e Aishës, i pari që ka lind prej muhajgjirve në Medine, di njerës, po njani prej atyre, Abdullah ibn Zubairit, nga se që futët i thëjshin me kasve, muhajgjirve kur banën hijret në Medine, ju kena bo magji juve më fëmis ju lind. Lindi Abdullah ibn Zubairit dhe dështoj trillimet edhe magjit e magjistarve. Pra Abdullah ibn Zubairit, trimi që nuk kishte shok si Abdullah ibn Zubairit. O nisën me Aishën, Hafsën radiallahu ta'ala anha, nuk e lejoj Abdullah ibn Omer. Pse Abdullah ibn Omeri nuk e lejoj? Nga se kur ndodhen këto fitnet, muslimant undan tre qëndrin. Muslimant e asaj ko sahabat shok të pejgamberit Allah, që atë ko ishim bi 10.000 sahabi në Medine, undan tre pjesë. Disa me Ali ibn Abi Talib dhe thoshin se sa koha për mi lip mbytësat e Uthmanit. Muavija radiallahu an, Zubair ibn Awami, Talhat ibn Ubejdillah, në kokë me Aishën radiallahu ta'ala anha, thoshin është koha me i kërku hakun prej mbytësve të Uthmanit. A një grup qeter undan dhe than është koha e sprovave. Kush ishin këta?
Këto ishin shumë sahabi që ndarë, ishin shumë sahabi, derisa thuaj se të gjithë sahab. Për jashtim, Ammar ibn Yasir, i cili ishte me Ali ibn Abi Talib, dhe Zubair ibn Awam, dhe Talhat ibn Ubejdillah, të cilit ishin me ojsh. Ato u distancun dhe than, pejgamberi Allah na ka transmetu shumë hadith. Nëse është koha e fitnëve, tërheqju, largohu. Ka thonë pejgamberi Allah, më i mirë për ju është ai cili ratë se ai që është ulur. Më i mirë është ai që është ulur se ai që është në kam. Më i mirë është ai që në kam se ai që hedh. Ka thonë më i mirë është ai cili e merr një grup prej dhenve i qet në bjeshk dhe i runë kohën e fitnë. Ta nëse e ki e shpatën e hekur, tha theje. Nëse ke dhe drunit, theje. Në kohën e kur, kohën e fitnës. Njani prej atinve që ishte i distancu, ishte Abdullah ibn Omer, për të cilën erdhe i than, ja Abdullah, pse s'prezentove me Ali ibn Abi Talib në kohën e fitnës? Tha Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim ka thonë luftoni derisa mos ketë fitnë. Tha me pejgamberin e Allahut kena luftu derisa e keme njanu fitnë. Cila fitnë? Fitnë e cila është e përmenë në Kuran është për qëllim kufri. Tha kemi luftu me pejgamberin e Allahut derisa ketë lloj të fitnës e kemi menjanu. Tha po ju shof juve se po luftoni derisa të jetë fitnë. Ali ibn Abi Talib, pas që ndodhive që ndodhin jo me dëshirën e tij, u dëshpu dhe tha i lumt Abdullah ibn Omerit, nëse e kena qëllu, tha shpërblimi vogël i ka kalu ati. Nëse kena gabu, ka shpëtu prej gjunojt ma. Edhe pse tema është e gatë shumë, që nevojitet ma shumë se një ligjerat. Me gjitha ta, e pashtë arsishme të flas, që të regoj prallat e prallat gjivë, që të nëtoj, me na i ullë vlerën e shokve të pejgamberit Allah, kinse ata, se kam pas derë, thara, se derë dhe gjaku muslimani. Ali ibn Abi Talib, lajmi se Aisha kam rri në Basrë. Kam rri me ta dhe Zubair ibn Awami dhe Talhat ibn Ubejdillah. Ali ibn Abi Talib pregadit ushtri për më drejtu për në Kuf. Me kanë me luftu. Ali ibn Abi Talib pregadit ushtri edhe e len pris në vendin ti në Medina ku tham Ibn Abbas. Nuk i len fit në gjitë. O dhejca me ta gjithashtu që i thash Ammar ibn Yasir dhe Abdullah ibn Abbasi ka qenë me Ali ibn Abi Talib. Thash ka di sahabi me prisat e sahabi. Këto i merë për qkun Kufe, sa s'ka ndal ato me ushtri që mi pajtu muslimat. Shkona që me jasë qaru qështë, se vëllah dhe une asë se kam dimu me mitë Othmani, asë jam pajtu, edhe une kam mendimin që ato duen të mbyt. Mirë po qështja em, ashtë viq me vonu. Na e pysë me Ali ibn Abi Talib, a keti dhe një argument që i ban me vonu? Ta po, kam argument. Cili është argumenti Ali ibn Abi Talib, që në kone fitneve dhe sprove, ban me vonu? Tha e kam pejgamberin Allah, a i cili e akuzun dhe nder, e akuzun nanën e muslimanve, Aishën radiallahu ta'ala anha, se ka bo zina, 50 dit wahji nuk zbret prej qielit, pejgamberi Allahut hip minber dhe thot, cili prej jush është ai cili
Marsje ton ndaj atij që më ka prek dhe nder dhe familj. A marsje ton ja I cili më ka shqetësu dhe më ka prek nder. Kush ishte ai? Abdullah ibn Ubej ibn Selul, koka e munafikëve. Tentoi pejgamberi Allahut me mbyt këta që e ka prek nder dhe akuzoi nderin e pejgamberit Allahut. Çka ndodhi? U çu njani pe Ebu e tha, ja Rasulullah, unë të arsjetoj, ban çka dush se na me ty. Asad ibn Zurara ishte prej Khazrejt, dhe në atë ko ende nuk e dishin se Abdullah ibn Ubej ibn Selul ash munafiku I madh. Nga se Eusi dhe Khazrejji pa të nërat dakord që me bom bret Abdullah ibn Ubej ibn Seluli para se me arë pejgamberi Allah. Para ta në këtë rast u ngrit zoni Saad ibn Zurarës, u që Ubad ibn Samit, u që në sahabë tha që të sonu elom në Allahun Azza wa Jall, e vonoj pejgamberi Allahut dhe nuk e mbyti Abdullah ibn Ubej ibn Selulin. Njana prej shkaqe ishtë nga se e po pejgamberi Allahut tereni, xhamati nuk janë të përgatitur me kuptu të vërtetën. Para ta e vonoj pejgamberi Allahut, si që vonoj Ali ibn Abi Talib në qatë mënirë. Pra pat Ali ibn Abi Talib model në pejgamberin Allahut. Mrini Ali ibn Abi Talib në Kuf, e qoj Ammar ibn Yasir dhe Hudhejfen që të man fjalim. Ammar ibn Yasir, a I cili ishte në ushtrin e Ali ibn Abi Talib, që strasmeton Ebu Said el-Khudri, tha kur e ndërtum ne xhamin e pejgamberit Allahut Medine, si cili prej nesh e bante ka një tull, ka një qërpit, Ammar ibn Yasir I bante ka di tulla. Pejgamberi Allahut jafshin të pluhunin dhe thonte, vaj hake ja Ammar, e mor Ammar, tha ka me të mbyt një dit grupi cili se ka qillu. Ka me mbyt, ti e ja Ammar, grupi cili se ka qillu, I thëret për gjennet, të thërasin për zjarë. Qka tha Amari? Tha, o Zot në ruj prej fitnë. O Zot në ruj prej fitnë. Kështu pejgamberi Allah para lajmërojnë se Ammar ibn Yasir ka mund bit në dorën e atinve që se kanë qëllu. Kur tha pejgamberi Allah? Ditën kur e ndërtoj xhamin e pejgamberit Allah, ndodhit pas 36 vit. Pejgamberi Allahut po I shef, pejgamberi Allahut po din çka ka me ndodh. Ammar ibn Yasir majti fjalimën në Kufa, pastaj shkoi në Basra dhe tha, vallahi, o ju banor e Basrës, vallahi dhe ne besojmë dhe mendojmë se Aisha radiallahu ta'ala anha është grua e pejgamberit Allahut në dunjë dhe në ahiret. Po Allahu ju ka sprovu me ta, kanë ndëgjoni Allahun Aisha. Çka ka dash me thonë Ammar ibn Yasir me fjalën dhe ne besojmë se Aisha radiallahu ta'ala anha është bashkëshortja pejgamberit Allahut në dunjë dhe në ahiret. Do me thonë dhe ne besojmë se Aisha është muslimone, para ta dhe besojmë se ka për të hinë gjennet. Gjithashtu dhe ja dim vlerën Aishës radiallahu ta'ala anha, se ka me pas pozitën ku ka me qenë bashkëshortja e pejgamberit Allahut në gjennet me gjithata. Allahu ju ka sprovu juve me ta. Kanë pëndëgjoni Allahu a Aisha. Që ka pas për qëllim Allah? Ka pas për qëllim Ammar ibn Yasir,
se Allahu na ka porosit ku të zgjedhët kalifja me ja dhonë besatimin dhe me qenë në udhëheqjen e tyre. Ka kërkesa Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ka thonë Allahu azza wa jall, ju ka sprovu me ta. Aisha radiallahu ta'ala anha, para se me mëri, kur mërin të shtëpit e Beni Amir, ndëgjon të lejtmit e qenë. Lejnë qenë? E Aisha radiallahu ta'ala anha ishte pranë shtëpive të Beni Amir para se me hinë Basrë. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anha pyeti dhe tha, në çfarë veni jemi? Çfarë veni jemi? Than, oj, nana e muslimanëve, ti je me një vend, me një ujë që e quajnë El Hawab. E ka morë këtë emën, si pas prisit të asaj kabile, apo si pas një grus po ima detar. Hawab. Aisha radiallahu anha, kur e ndëgjoj, tha subhanallah. Tha kam dëgju pejgamberin Allahu që më ka thonë, cila prej jush ka me kalu pran një uji që quhet Hawab, qënd kanë me lejt mbas asaj. Tha wallahi do të kthehen në Mekke. Zubair ibn Awami u afru dhe i tha, ja Aisha, vazhdo rrugë. Nga se muslimant kanë respekt dhe kanë nder ndaj te, inshallah Allahu të ban qels e të hajrit, mshels e të sherrit. Allahu azza wa jall ndoshta çon bereqet dhe i bashkon musliman. Vazhdoj Aisha. Shijat runa zot pisherit atin. Allahu azza wa jall Aisha në arsjeton prej mbi 7 kat qielli ato sot e kësaj dite akuzojnë. Nuk e besojnë Allahun, e mohojnë Kurani Kerimin, edhe pse të pretendojnë se na jena musliman, a mes islamit dhe atinve ka dallime të mëdha. Dhe ato një akuz prej akuzë, thojnë Aisha as pejgamberin e Allahut se kanë dëgju. Po Zubair ibn Awami që thash e ka mashtru. Në këtë hadith nuk ka ndalesë. Pejgamberi Allahut para lajmëron tregon, cila prej jush, prej grave që i ka pas prezent, ka me kalu pran një uji, e qënd kanë me le e ajquat uji Hawab. Pejgamberi Allahut para lajmëron. E kush ishte kjo gru? Kjo gru ishte Aisha radiallahu ta'ala anha. Aisha radiallahu ta'ala anha. Ku ka ndales në ta? Para ta Aisha radiallahu ta'ala anha, Aisha e pa të arsishme të vazhdon, se Aisha të kishte e pas ndales, nuk do të vazhdon. Vazhdoj rrugën Basra, edhe filluan bisedimet mes Aliut dhe Aishës radiallahu ta'ala. E dërgoj Ali ibn Abi Talib Qaqa ibn Amr. Qaqa ibn Amr erë në Basra, takoj Aishën dhe i tha, oj nana musliman, a të ban me të pyet diçka? Tha urna. Tha pse ki arë në këtë vend? Tha kam arë në këtë vend, tha me i pajtu musliman. Tha ban takoma dhe me Zubair dhe Talhan. Erë Zubair ibn Awami dhe Talhat ibn Ubejdillah me gjlisin e Qaqa ibn Amr. Dhe tha, ban me ditë se keni arë. A keni arë me luftu, a me pajtu? Tha jo vallah. Tha runa zot me dergjak, na kena arë mi pajtu musliman, dhe kena ardh urdhin e Allahut me qunë ven, mbytësit e Osmanit me dal, ndjikat me morën dënimin e merituar. Tha se nese na nuk tentojnë që të dalin në gjikat mbytësit e Osmanit, tha të here nuk praktikohet fjale Allahut azza wa jall, që Allah në ka obligu me vepru me ta. Tha Qaqa ibn Amr, tha vallahi,
Tha dhe une jam i mendimit dhe Ali ibn Abi Talib është i mendimit që ato me morë dënim. Ta po a ban diçka me ju thonë, tha urnë. Tha ju kur erdhet në Basrë, kur hinët në Basrë, a u ballafaqut me disa, tha po, me kanë u ballafaqut. Tha u ballafaqut me disa që i kanë morë në pjesë në biqen e Osmanit. Sa ishte numri? Tha 600, sa i mbytët? Tha 599. Kush ju hiki? Tha na hiki Harqas ibn Zuhair e Saad. Nja hiki. Tha çka ndodhi pas? Tha Harqas ibn Zuhair e Saadi shkoi te fisi vet Beni Saad, kërkoi mbrojtje. Fisi vet ende fitnja ishte nalt, i dolën zot 6.000 ushtar ju dolën përballë. Tha që këta e ka frik Ali ibn Abi Talib, se për një duash edhe 6.000 njerëz pa fajshën me mbyt, ose me ju mbyt dhe jo muslimant me arte e grad dhe fmit e ju. Aisha radiallahu ta'ala u qetsu, Zubair ibn Awami u qetsu, Talhat ibn Ubejdillah u qetsu. Pra marveshja është në prak. Kaka ibn Amr kthehet me përgëzime të Ali ibn Abi Talib se pajtimi mes Aishës dhe Zubair ibn Awamit dhe Talhat ibn Ubejdillah, pra banorëve të Basrës dhe Kufës, janë në prak marvesh. Abdullah ibn Saba, qifuti cili e paraqiti islamin prej Sabas, tha nëse pajtohen këta vajhalli për neve, duhet me zitu qështë. Qka me bon? Tha natën u takun dhe tha një grup me shku të Zubair ibn Awami me hin mesin ushtris. Dhe një grup këtu ko tentojnë mu pajtu, tha janë nis një mumbit, edhe me thonë se Zubairi na gjujti, Ali ibn Abi Talib na gjujti, tha mi përlesh muslimant mos milon mu bashku. Në mëngjes ngritën me përgëzime të mëdha, se ka me amba arrit një marveshje që i takon dhe i ka i e muslimanve. Para se me bo marveshjen, fillojnë munafikët me lëviz dhe me mbyt njerëz. Bërtet Zubair ibn Awami, Talhat ibn Ubejdillah, derisa Zubair ibn Awami e shlën ushtrin, shkon në basati Gjermuzi edhe mbyt Zubair ibn Awami. Ndërsa Talhat ibn Ubejdillah tuke nej gjuhët, plagosat thot në qoni në shtëpi, e qojnë në shtëpi dhe në shtrat vdes Talhat ibn Ubejdillah. Atëra Aisha radiallahu ta'ala e merr devën që ja pat bleni musliman me ke prej Jemeni, hip në devën e saj, ndoshta musliman kur ta shofin gruan e pejgamberit Allah që është prezent, do të kenë turp dhe do të ndalin bitje në një qetër. Me gjithata vazhdo luftja. Atëra Aisha radiallahu ta'ala tha, o Zoti i madh, mallkoj ato që e kanë mit Othman ibn Affanin dhe ka qfitnë edhe të lashe në kanë bo. Ali ibn Abi Talib e ndëgjon zonin e Aishët, thot nana muslimanve prezent, thot nana muslimanve, qka po thot? Thot o Zoti i madh, Allah i mallkof ato që e kanë bit Othmanin. Ali ibn Talib i ngriti dorë dhe tha, o Zoti i madh, mallkojmë bitësit e Osmanit. E varen munafikët se mes Ali ibn Abi Talib Medine nuk e lanë me asnjë post. Edhe Ali ibn Abi Talib kur u taku me Zubairin, tha ato që e kanë mit Othman ibn Affanin mos të bashkan gjitë. Tha këto janë një, për ato kanë me në mbyt. E ndodhi beteja e devës, 70 vetë duke e mbrojt Aishën, i mbytshin ato të cilët e mbrojshin Aishën, që e patën kapën për kërpeshit devën e Aishës radiallahu ta'ala na, derisa arriti shpata apo shigjetët edhe në atë mbulesën ku gjinte Aisha mbita deri thot atë shumë shigjeta munafikët kanë gjujt drejt Aishës,
derisa mbulesa e saj ju ka bo si kurse kimët e i riqit, atë shumë shigjeta mbi ta. Ali ibn Abi Talib e shef se skandalje, ja nis me qajt. Ali ibn Abi Talib i thot Hasanit, a mu kont kishte vdek baba jot para 22 vetëve dhe si kishte pan këto derë dhe gjakit muslimanve. Pra munafikët vazhdonin edhe mëtej. Ali ibn Abi Talib qante atër e tha, pra një kamp devës a Aishës radiallahu ta'ala. Pse Ali? Tha për çkak se derisa Aisha ta prezent, tha krejt kanë mumitën ushtria Zubejrdit e Talhas duke mbrojt Aishës. Nëse u bdeva, ndalet lufta. Vërtet ndodhi ashtu. Ra devja e mur Ali ibn Abi Talib Aishën, e strehoj me një vend të sigur. U vërtetu dhe hadithi pejgamberit Allahut, tha pejgamberi Allahut, cila prej jush grave të vetë do tjetë e hipur me një deve, që fitira e devës është me në shumë qime, ka me kalu për skejt ujt hau ab, dhe ka mumbit për rreth asaj shumë musliman, dhe jo, po do të shpëton. Tha pejgamberi Allahut, tregoj gjithashtu se do të shpëton. Tha pejgamberi Allahut, ja Ali, ka me ndodh diçka mes teje dhe Aishës. Tha subhanallah, mes meje dhe Aishës. Tha mes teje dhe Aishës. Tha Ali ibn Abi Talib, qofsha i humbër pra atër. Tha jo ja Ali, tha po në atë ko mere strehoje në vend të sigurt dhe ktheje në vendin e vetë. Ali ibn Talib e mund në konsiderat transmetimet shumëta, pasi u qetësu lufta, i numrun të mbyturit. Transmetim me një transmetim thot 10.000 musliman nga ana muslimanve, nga Aisha 5.000 nga Ali ibn Abi Talib. Një rivajet thot 5.000 aton, 5.000 kiton. Këtë këto rivajete nuk janë të vërtet. Ma e vërtet prej asaj cila është, ma e vërtet se në këtë betej ka në ra shahida 100 derin 200 musliman. Ne dhe mëtej e vazhdojmë ndodhin që ndodhi mes Ali ibn Abi Talib dhe Muavijës, dhe të ta shohmi se sa ata e kanë dashur të vërtetën, dhe gjithashtu do t'i demantojmë gjithë transmetimet që ju kanë vesh historisë islame, që t'i dim dhe t'i respektojmë shokët e pejgamberit Allahut, që Allahu për to tha radiallahu anhum wa radu an, Allahu është i kënaqur dhe ato do të jenë të kënaqur me Allahun azza wa jall. Dëshmojmë për të gjithë ato se janë banor e xhennetit, edhe nëse ndonjani prej atinve ka gabu, gabimi i tyre është i falur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillah wa la والله